Miqtë Prizmus, hymë në ditën e 37 sot, kur po bëj regjistrimin, unë duhet të jetë dita e 38, sepse humbim edhe sensin e numërimit, të një proteste e cila, kur nis t'i bësh atë pjesë të rezumes, të arsyetimit, të një analize për të dhënë pastaj një opinion, të fut në një lloj sikleti të jashtëzakonshëm me konceptin si nisi, për çfarë, si shkoi edhe si do përfundoj. Në mos ka përfunduar, sepse sigurisht kjo protestë tregoi që ata janë pak. Ngjajnë protestave të Sali Berishës me një dallim që do ta diskutoj tani. Dhe sigurisht jo vetëm kjo protestë, por pash pastaj fotografi nga protesta në Lushnjë me 5 vet, dhe më e bukur ishte ajo protesta në Chicago edhe ajo me 5 vet. Kjo të bënte pastaj, në të vërtetë më dëshpëronte, megjithëse unë jam kundër kësaj proteste. Po nuk jam kundër protestës. Jam kundër kësaj, jo kundër protestës. Sepse në fillimet e saj, protesta kishte të bukurën e kreativitetit dhe kryeveprën e paqësores. Sloganet ngatroheshin pastaj, dhe sidomos revolucion. Ty thash këtu tash s'kan idenë, janë një pjesë aty që s'kan kur fare ide se çfarë po bëjnë. Nuk kanë organizim, nuk kanë ideal dhe nuk do të përfundojnë dot. Janë shumë shpirtra, shumë ngjyrash, kanë ndërhyrje nga të katër anët, dhe më vonë të gjitha këto u vërtetuan, por në fillim kishte atë sharmin e protestës me kreativitet, që kryesisht i detyrohet jo revolucionarëve, këtyre një të majte të llastuar, po jo revolucionarë, jo ata që duhet hidhen sulm pastaj, gavroshët. Jo lumpen proletariati, ata që kanë të hanë edhe njëkohësisht jetojnë mirë, po e bëjnë protestën modus vivendi tyre, e bëjnë protestën kështu kalin kohën bulevard. Dhe normalisht ju bashkohen edhe njerëzit një farë mënyrë, edhe për ta kaluar kohën në bulevard, morën edhe fëmijët, po të shprehin edhe dëshirat e tyre, të shprehin edhe ambicet e tyre dhe kontestimin e tyre, sigurisht. Dhe në shumë gjëra bashkohesh edhe unë. Ky ishte ndryshimi i jashtëzakonshëm me protestat e Sali Berishës, të gjitha të dhunshme, të gjitha me marrëzirat dhe sloganet e përjetshme të njësi Sali Berisha dhe atyre që sigurisht e njegin mas Sali Berishën. Po protesta nuk do të shkonte gjak, se nuk ishte uniforme, nuk përfaqësonte model politik dhe filozofik. Protesta u drejtua dhe u klasifikua. Aty u vendosën disa njerëz të cilët sigurisht nuk kishin as nivelin e madh intelektual, atë nivel që duhesh, nuk artikulonin frazat cilat pastaj të bënin që ti të mendohesh se shiko se mund ta zëvendësoj për shembull Edi Ramën me këtë njeriu, ose mund të zëvendësoj Partinë Socialiste me këtë grumullin e njerëzve këtu. Mund të zëvendësoj edhe Partinë Demokratike, po me këtë numër njerëz. Nuk kishte si të krijoheshin brenda disa ditëve, por që në frazat e para duhet kuptoheshin. Dhe kjo ishte ajo pjesa e analizës që i bëjnë ato momente. A thumër del nga kush prej tyre që me të vërtet të përballë dhe të bëjtë bro rasin ata që dalin shesh aty. Po ata që nuk dalin shesh. Sepse ata që dalin shesh janë shumë pak, edhe sikur të jenë 50.000 veta. Edhe sikur të jenë 100.000 veta, janë shumë pak në krahasim me, nuk e di, 1,5 milion që votojnë. Janë shumë pak. Të luash me populizmin është një gjë që është bërë prej 200 vjetësh. Dhe të thuash revolucion pa ditur se çfarë është revolucioni dhe a e duan njerëzit revolucionin, duke qenë të qartë që revolucioni në 90% rasteve ka sjellë vetëm fatkeqësi, ka risjellë tiranokraci, u ka bërë nder pastaj tiranokratëve, të cilët e kanë sunduar dhe kanë shfrytzuar për keq. Revolucion është marrëzia pastaj që
që nuk ka të bëjë vetëm me ato franceze, revolucionin franceze, që dhe ata u kthyen në tiranokraci, kthyen sërish mbretënit. Po revolucion ka bërë edhe Lenini me Stalinin, revolucion ka bërë edhe Mao Zedongi, revolucion thoshte gjithë ditën e Enveri. Po të kujtojmë revolucionin kultural proletar, marrëzinë e tij, sigurisht edhe revolucionet socialiste, dhe i kemi të qarta të gjitha, dhe këta bërtit një revolucion atu se gjithë njerëzve ishin dashuruar me revolucionin. Marrëzirat pastaj tradhtar, analitar, plumi, arkivolat, i dhanë fund sepse sigurisht aty ndërhyn gjithfar kapacitetesh dhe gjithfar tipash, dhe dy linjat kryesore të ndërhyrjes ishte nga jashtë linja e ultramajtistëve, të zemëruarit e Edi Ramës. Ato janë zemëruarit e Edi Ramës sepse sigurisht e i ka tradhtuar, edhe në lidhje me Izraelin, po në lidhje me djathtën, dhe sigurisht të zemëruarit prap ndaj një të majte e cila nuk kishte progresionin që ata mendojnë. Dhe konkretisht ato nga brenda dhe unë i fus të gjithë, i bashkoj bashkë, ndërhyrjes të Sali Berishës, Partisë Demokratike aty, jo me ato deputetët që bëjnë selfie dhe bek jemi. Megjithëse aty bërtite Rama në burg, Berisha në burg, që tash është bërë një shprehje banale, sepse ata s'kan asgjë në dorë që t'jenë as Rama as Berisha në burg. Sepse ata s'kan idenë në propozimet që bëjnë se kush është shteti ligjor dhe kush është demokracia. Ata vazhdojnë të bëjnë marrëzinë e tyre të një revolucioni i cili i bie ndesh në të gjitha tratativat, sloganet dhe përpjekjet e tij demokracisë. Ligjit, njëkohësisht edhe mendimit e pranuar nga gjithë populli shqiptar për t'ikur nga diktatura. Asamblet e tyre, vendimi i popullit, vendimi i rrugës janë marrëzirat më të mëdha që ja kalojnë edhe Enveri. Pikërisht kjo është edhe ajo që duhet bërë si opinion, si analizë në të ftoftë, dhe pastaj duhen thënë ndërhyrjet, sigurisht që ka ndërhyrje. Fillojnë e thonë, ne jemi iranianët, ne jemi... Po ne s'kenë bukur nuk bani kur merrni fëmijët me vete. Budallëk e jashtëzakonshëm. Fëmijët latant, fëmijët që marrin fjalime. I ngatroni me këtë punë, domethënë nuk është skenë kaq e bukur. Nuk është skenë e bukur as arkivoli, nuk kanë skena të bukura as thirrjet për linçim. Nuk janë skena të bukura edhe skenat e dhunës, më sa ne që u sqaru dhe nga... Po portalet që kanë domenet në Iran, në Rusi ose në Kinë, sigurisht që nuk mund t'i fshini, ato portale bëjnë punën e tyre vazhdimisht. E çrëndësi kanë nëse ti nuk je me Iranin, po vazhdon të bësh punën e Iranit. Dhe sigurisht dihet se kush janë edhe ato forcat, cilat unë i quaj për shembull të islamit politik që s'ka të bëjë me islamin ton, me komunitetin musliman tonin, s'ka asnjë lidhje, bile është armik i tij. Ose disa priftërve katolik edhe murgeshave, të cilët mbajnë qëndrime politike në mënyrë të çuditshme, në mënyrë të jashtëzakonshme, të çuditshme dhe jo të lejueshme. Me kisha patjetër duhet ndarë, në djenin time është ndarë prej tyre. Nuk mund bëhet revolucionar një prift. Ka ndodhur. Dhe revolucioni e ka përshkatuar më vonë. Ka ndodhur këtu në Shkodër. Por nuk është punë e mirë. Duhet të themi komunitetit musliman një bravo të madhe sepse nuk është ngatruar me këtë punë, sepse e di edhe kush është ndërhyrja e religionit në një kohë që jashtë thirret revolucion. Religioni e di çdo të thotë me revolucion në Shqipëri. Revolucion do të thonë revolucioni i Enver Hoxhës në 67-ën që prishi kisha dhe xhamia vrau priftëri dhe hoxhallar. I ky ishte revolucioni. Këtë revolucion përsëritet edhe një herë tjetër. Me ftyra tjera. Ndërhyrjet e mëdha pastaj të segmentit Partisë Demokratike dhe sidomos segmentit Albin Kurtit, e Dejon Amialit. Bashkë me atë vajzën e marksiste e nistit enveristit, Jusuf Gërvalla. Edhe vetë kësaj enveristës e përkthjelur e Enverit. Ato kanë segmentin më absurd. Ndërhyrjet e Albin Kurtit në politikën e Tiranës, sidomos në protesta, janë absurditet bashkë me Abdulaqim Mehmedin e Maqedonisë të Veriut.
e lëvizjes vlen. Mashtrimet me flamujt e UÇK-s, kur dihet që UÇK-ja s'ka lidhje me këtë punë fare, as do t'i të nëry, flamurtarët UÇK-s, cilët urrejnë UÇK-n dhe janë të organizuar nga lëvizja vetëvendose, tashmë janë kuptuar, janë të qartë. Ndërhyrjet e Albin Kurtit janë absurde. Në urrejtjen edhe në patologjizmin e tyre kundër Edi Ramës urrejnë Shqipërinë. Mu nuk më intereson nëse urrejnë apo jo Edi Ramën. Edi Rama është i përkohshëm, sado që ta zgjas. Shqipëria do vazhdoj. Por që të urresh Edi Ramën, pastaj të ngarkosh qindra portale, të paguash para për të destabilizuar Shqipërinë nga Kosova, gjë që nuk do të arrijnë kurrë, sepse Shqipëria ka përcen mbi këto marrëzira, por nuk është një punë e mirë, është përkundër është një punë e keqe. Dhe për më tepër, të gjitha këto, pashme, shoqata dhe këtu mund të shtoj pastaj edhe veprimtari, nuk them se janë Sorosian ata që janë aty, një pjesë, është një pjesë e vogël që mund të paguhen. Po Sorosi nuk e ka mirë me Ramën. Sorosi do që të vendosi edhe një herë të kthejnë në bazën e fillimit të krijimit të partive, ai ka ndërhyrë në mënyrë të jashtëzakonshme në median shqiptare, ka ndërhyrë në mënyrë të jashtëzakonshme ke partitë shqiptare, ke dy partitë, edhe ke Partia Socialiste edhe ke Partia Demokratike, edhe ke tjerë, dhe ke gjitha shoqatat, përfshi dhe gazetarin, sepse kështu e kanë lejuar. Sorosi ka përfaqësuar demokracinë perëndimore, sidomos atë amerikane. E kanë lejuar në mënyrë absurde. Dhe të sot sigurisht ke një fjalë të Alex Sorosit në ndihmë të si vllajt i Edi Rama, pavarësisht se kanë bërë fotografi në Paris ke Macronin. Po nuk e falin Edi Ramën i cili shkon në kuvendin izraelit, i bën fresk Netanyahu. Nuk kanë për t'ia falë kurrë. Sigurisht unë besoj që ka qenë i detyruar, por nuk është se është një bravurë e madhe. Normalisht unë nuk jam për të prishur marrëdhëniet me Izraelin, se edhe Izraeli nuk do të ketë gjithë jetën në Netanyahun, por as ato që ka sot. Por gjithsesi kjo është një marrëveshje e cila sigurisht bëhet në kuadrin e madh të Amerikës sotme dhe presidentit Trump. Një urrëtie të jashtëzakonshme në Evropë kundër tij dhe Izraelit, e cila gjen shesh betejë te flamingot, ke Zvërneci edhe ke Sazani, që pastaj çohen edhe në botë teori konspirative fantastike. Grekët e lanë pak a shumë atë teorinë e tyre, sepse sigurisht i uli Mitsotakis, po italianët vazhdojnë, ultramajtistët italianë vazhdojnë me Italinë që do kërcënohet nga Shqipëria me anë të Sazanit që e merr Trumpi dhe izraelitët, pushtimin e Shqipërisë nga Izraeli, armatosin e saj, kontrollin e Otrantos, kontrollin e gazit, të Tapit, nga herë nuk ja din emrin se kush është, dhe gjithë farë të marrësh që dalin aty e bëjnë llogaritje politike të tilla të një konspiracioni idiot i pa shembull ndonjëherë për Shqipërinë, një sulm i jashtëzakonshëm, s'ka ndodhur ndonjëherë me një shtet kaq të vogël, i cili qëndron sigurisht sepse është vend kozmopolit dhe ka provuar Enverin. Ata kujtojnë se ne kemi eksperjenca të dobta në këtë lloj drejtimi. Harrojnë dy momente, 45 vjet diktaturë të Enver Hoxhës edhe 1997. Harrojnë këto dy gjëra. Këto janë faktor, sot jo mungese stabiliteti, po janë faktor të rritjes qëndësisë dhe vetdijes shqiptarëve normal që nuk duhet i futen aventurave të tilla dhe teorive konspirative sepse djegin veten e tyre, marrin qafë veten e tyre. Sigurisht është një pjesë e popullsisë që vazhdon akoma me një urrëtie armiqësi të jashtëzakonshme, sidomos në rrjetet sociale, në Facebook. Po pjesa më e madhe që nuk është e gatshme të armatoset si me urrëtie, si me armë, si me marrëzira të tilla, ndahet mjanë dhe vazhdon e sapin e saj, vazhdon plazhin, vazhdon punën, vazhdon kërkesat e ditëpërditshme që ka. Çfarë bëhet me flamingot? Flamingot kanë kry punë përsa i përket revolucionit të famshëm. Revolucioni flamingo është një dështim i jashtëzakonshëm i një budalleku të madh filozofik dhe politik në qendër të Tiranës. Për fat nuk është bashkuar populli shqiptar. Nuk e ha më këtë punë. Për fat të madh. Për fat të madh dhe mosha e thyer nuk bashkohet kurrë, dhe ata janë shumë. Janë shumë votues. Janë 800-900 mijë, ata nuk bëhet fjalë se mund të bashkohen me këtë.
marrëzitja zakonshme të njerëzve të përçatur që nuk kanë as bindje politike dhe as koncepte filozofike për çfarë janë duke bërë deri tani. Kanë vetëm slogane dhe sigurisht copra gazetash dhe copra frazash të cilat kujtojnë se mund t'i përdorin në shtetin e arshëm të fantazmagorisë tyre dhe marrëzive të Abdulaqim Mehmetit dhe të çmendurisë politike të Fatos Lubonjës, bashkë me gomarrëdhëqet anglosaksone të Spartak Ngjelës. Shteti po të merret me këta 3 lloj personash, shkon në të sëmës, thona nga jugu. Nuk mund t'ja shtoj fjalën këtu në gegnisht, sepse edhe ato afrohen, po i shtoj një fjalë më përpara. Me një stil nuk shohet as në halet gomerve. Edhe njëkohësisht, dhuna është e papranueshme. E fundit që desha t'ju them është se këtë lloj revolucioni flamingo e kanë përkrahur testata ultramajtiste dhe të paguara sigurisht. Dhe unë prapë kam ullë që Soros i mrapa atyre. Sepse sigurisht ai shef që Shqipëria i ka ikur nga i ka shlarguar përfundimisht perëndërisë. I shlarguar edhe ai i cili sigurisht ishte sponsorizimi më i madh, edhe që quhet Edi Rama. Por nuk ka kanceleri e cila tjetë shprehur për këtyre protestave. Nuk është Italia, nuk është Franca, nuk është Spanja e majtë, se e di ç'do të thotë. Nuk është Gjermania, bile Gjermania nëpërmjet ambasadorit i lekuidoi më herë, po përdorët dhunën jeni kundra nesh, kundra Evropës. Nuk është janë holandez, nuk është as Britania, nuk janë austriakët, nuk janë miqtë tonë në Ballkan, kroatët dhe slovenët, janë miqtë tonë ato. Nuk janë ato që të përkrahen. Nuk dëgjova asgjë edhe nga pjesa e rëndësishme e të majtës italiane, kanë portalet, po jo më tepër se sa kaq. Janë armiq me Edi Ramën, është e sigurt, 100%, po aty e kanë lanë. Qeveria italiane s'bëhet fjalë. Janë shumë, nuk dëgjova gjë për polakëve. Japin lajm, por nuk as i joshin, as kanë diçka për qeverinë, gjithsesi, kur vjen puna për të bërë kritikën e bëjnë. Qeveria duhet ta dëgjojë, duhet bisedojë, duhet bëjë. S'ke që bisedojnë, dëgjon me këto kur thonë ne nuk diskutojmë dhe nuk negociojmë, njep dorëheqjen, largo shtetin, largo dhe i marrim ne vendimet, parlamentet, gjithçka që i keni, nuk na duhet gjatë dhe i marrim ne vendimet, ata në shesh aty, gjithë ata që me qeleshe, ku dy si qanë, këta fjalim mbajtjit, këta gojshkrymit që s'lan gja pis që ndjeri nga goja, dhe që sigurisht kontrollohen nga një pjesës, një nuhl aty, i cili mendon se mund të jetë nesër e ardhmja politike e Shqipërisë. Pra, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që çfarë presin këta Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe administrata Trump të thotë mirë, këta janë kundra Trumpit. Praktikisht janë çuar dhe në botë është interpretuar se i gjithë ky revolucion është kundra familjes Trumpit. Çfarë duan që ti thotë administrata nëpërmjet ambasadës tyre në Shqipëri. Bravo i qoftë. Çfarë mund t'i thuhet? Është interpretuar sikur është anti-trumpizëm, anti-amerikanizëm dhe anti-sionizëm, gati dolën këto propalet më të mëdhenj. Në këtë pikë, çfarë përkrahet presin dhe kush ka për t'ju thënë mirë këtyre? Nuk mund t'i thotë mirë as kërkush. Dakord, miqtë e mi. Se si do vazhdoj nuk e di, por nuk ka asnjë arsye që të ketë në një fitore të madhe ose në një, si t'ju them tash, një konkluzion në një arritje të madhe, sepse nuk ka as ideal, nuk ka as mendim të qartë, as filozofi të qartë, bile sipas meje nuk ka dhe qëllim të mirë edhe të qartë. Dhe kjo është për të ardhur keq. Mbetem vetëm me atë që sigurisht në fillim kishte hare, kishte paqe, kishte një mrekulli proteste, e cila bëri që në botë ta shohin me një lloj, sidomos për punën e flamingove. Bota kujtonte se po mysin flamingot ne këtu në Shqipëri, s'kishim punë tjetër për të vritim helikopteret.
Vetëm ajo ka mbetur, gjë tjetër pastaj të gjitha tjerat janë marrëzire. Dakor miqtë mi?